Tripi është transporti i ri i Prishtinës, është një reformë mbi 3 vjeçare që ka fillu në planifikimet e hershme dhe cila po rrin në fazat finale. Faza finale e tripit do t'jetë në janar, kur do të ristrukturohen të gjitha linjat e transportit publik urban, do të krijohen linjat primare me frekuenca shumë të shpeshta, me 6 minuta frekuencë, do të krijohen linja sekondare me 20 minuta ose 30 minuta frekuencë, varësisht prej nevojave dhe lagjeve, dhe do të kemi linjat regionale të cilat do të mbulojnë të gjitha fshatrat. Kësaj pune i ka parapri përveç planifikimit, i kanë parapri edhe hapat paraprak që kanë qenë rritja e flotës autobusave, përmes kontraktimit dhe angazhimit të kapitalit privat në sektorin e transportit publik urban. Kuleta digjitale është një risësi teknologjike që është një mundësi shtesë për qytetarët e Prishtinës me përdor pajisje digjitale, me përdor një pajisje si për pagesa, si për komunikimet e veta ose shfletimet në internetet e tjera, pa pas nevojë me pas edhe cash me vete ose parat imta, po si projekt është multidimensional, nuk është thjesht për të ofruar vetëm të mirat për qytetarë që e kanë një telefon dorë, na ofron edhe neve një mundësi për me mbledh dhana dhe me kriju një bazë të dhanave të ngarkesës në linja të ndryshme, të ngarkesës në orare të ndryshme, të linjave më të qarkullueshme, dhe me gjitha këto dhana do të së shpejti, shumë shpejt, sa po të mbledhe ma shumë, do të mund të pompojmë ose t'i japim të dhana makinave vetë mësuese, me inteligencë artificiale dhe të krijojmë analiza parashikuese tej kësaj, për tej tripit, transportit të ri të Prishtinës. Ne kemi fillu, veç se kemi fillu, në mungesë të angazhimeve nga nivelet qendrore, me punu në trimin. Trimi është transporti i ri metropolitan, në cilën përfshim Podujevën, Obiliqin, Fushkosovën, Lipjanin, Graçanicën, edhe mundësisht ndoshta dhe lidhemi edhe me Artanën. Në trim, të gjitha linjat ndërurbane momentalisht do të bëhen linja regionale ose urbane që do të menaxhohen nga trimi me një marrëveshje ndërkomunale që aktualisht është nënshkruar nga shumica komunave.